Kjo është letra më e përfolur në Evropë këtë 21 maj. Ajo është dërguar nga kancelari Gjermanisë Friedrich Merz në adresë të kryetarës së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kryetarit të Këshillit Evropian Antonio Costa dhe shtetit të Çiprës që e mban presidencën. Kryeministri nga Berlini u shkruan ekskluzivisht këtyre për procesin e zgjerimit të BE-s me 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Për këto vende dhe Moldavin Merz propozon shqyrtimin e atyre që quhen zgjidhjet inovative. Kancelari sugjeron mes tjerash qasje të privilegjuar në tregun e vetëm evropian dhe lidhje më të ngushta me institucionet e BE-s në procesin e përditshëm të vendimmarrjes. Për Kosovën, Shqipërinë, Malin e Zi, Serbinë, Bosnjën e Maqedoninë e Veriut, Merz propozon dhënien e statusit të vëzhguesit në të gjitha institucionet relevante të Unionit, si dhe mbajtjen e mbledhjeve të përbashkëta të Komisionit Evropian ose Parlamentit me përfaqësues të rajonit për çështje që lidhen drejt për drejt me të. Unë shoh këtë letër potencialisht lajm të mirë për Kosovën, por do të jem shumë i kujdesshëm në analizën time sepse është vetëm një ide dhe asgjë nuk është vendosur dhe nuk e dim nëse ka apetit nga ana e BE-s për këtë çështje. Edhe nëse kjo miratohet e zbatohet, duhet komisioni që të jetë proaktiv dhe ta shtron rrugën për Kosovën. Me këtë komision më duket goxha e zorshme që kjo të bëhet për arsye të ndryshme. Vogël që është nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel thot po ashtu se pasi që letra ka autor kancelarin Merz, ka rëndësi krejt ndryshe nga gjitha propozimet që po bëhen ndërkohë për zgjerimin. Kryeqeveritari Gjermanisë thotë se duhet të qëndrohet fort në përkushtimin ndaj premtimit se vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavia mund t'i bashkohen BE-s, siç është përcaktuar në kriteret e Kopenhagës dhe në agjendën e Selanikut të vitit 2003. Në procesin e integrimit në BE, vetëm Kosova nuk e ka statusin e vendit kandidat, për çka ka aplikuar në dhjetor të vitit 2022. Kancelari i Gjermanisë ndërkohë propozon që Ukraina të pranohet në bllokun 27 antarësh si antare e asociuar.